Zbulohet emri i vërtet i Dolces së Big Brother VIP Kosova. Një nga emrat që ka marrë më shumë vëmendje dhe është kthyer në sensacion në këtë edicion të Big Brother VIP Kosova 4 është padyshim Dolce. Modelja atraktive, e cila komentohet gjerësisht për pamjen e saj joshëse dhe stilin provokues, është bërë menjëherë një nga vajzat më të pëlqyera të sezonit. Megjithatë, shumë pak e dinë që Dolce është thjesht një emër skene. Emri i vërtet i banores është Dona. Që prej hyrjes në shtëpi, Dona ka qenë në qendër të vëmendjes, veçanërisht për romancën e saj të re me banorin Eduard Kuqi, e cila po zhvillohet para syve të mira shikuesve. Por, aventura e Donës nuk do të kufizohet vetëm në Prishtinë. Bukuroshja pritet të bëjë një hap gjigant në karrierë këtë të premte, kur do të transferohet zyrtarisht në reality show italian Grande Fratello. Ky shkëmbim historik synon të testojë nëse Dona do të arrijë të bëjë për vete edhe publikun italian, ashtu siç bëri me atë shqiptar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.